Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Autori Allah më shiroft e mbyll kapitullin apo çështjen rreth dhikrit me tesbih. Pasi foli gjëre gjatë, na tregoi historikun e tesbihave, kush janë të parë nga umetet që i kanë shpikur tesbihat. Më pas tregoi se si umetet e ndryshme morën nga njëra tjetra, derisa arriti më pas tek muslimanët, kush ishin të parë nga muslimanët që i futën. Pastaj përmendi argumente dhe trajtoi në aspektin historik edhe në kohën e profetit alayhis salatu selam se a kanë ekzistuar apo jo, po në kohën e sahabëve, po në kohën e tabinëve, përmendi se kur ishte përhapja më masive e tyre. Përmendi gjithashtu edhe se kush ushqua më tepër në përdorimin e tesbihave. Dhe gjithashtu përmendi edhe çudi që i transmetojnë sufistët rreth tesbihave, teprimet, egzagjerimet e ndryshme që bëjnë njerëz të tarikateve sufiste të ndryshme rreth tesbihave, edhe duke u dhënë atyre shenjtëri. Herë duke i mbajtur edhe si për mbarësi, apo si për të mbrojtur nga të keqijat. Normalisht to janë gjëra krejtësisht pa bazë, janë pa vërteta. Nuk kanë bazë në Islam dhe janë të papranuara. Dhe në fund autori Allah më shiroft thot, sjell një temë ku e përmbledh të studim të tij dhe thot: në përfundim themi se tesbihat, për ato që janë ato ruazat me fije, apo të ngjashme me to, kanë qenë të përhapura përpara Islamit. Madje para erës son. Era jon kur fillon, ne i përmbami në vendin tonë një kalendari që u përket një umeti që s'janë musliman, pra të krishterëve. Dhe ky është sot për sot, ky është kalendari më i përhapur, pra që bazohet pjesa më e madhe e botës. Para erës son, ata llogarisin para Isait alayhis salam. Dhe era jon, apo era e re, siç i thon ndryshe, fillon me lindjen e Isait alayhis salam, viti 1. Erës son, ne jemi në 2026, fillon me lindjen e Isait alayhis salam. Se sa saktë është pastaj është çështje tjetër kjo, po thjesht po shpjegojmë si term. Dhe gjithashtu u përhap, thot, nga budistët. Pastaj thot hyri tek edhe tek umetet e tjera prej jo arabëve. Filloi tek umetet e tjera prej jo arabëve, si budistët. Më pas kaloi tek krishterët. Krishterët e morën nga budistët. Dhe ata e përdornin atë si simbol fetar në lutjet e tyre dhe për qëllime e besime fetare, e mbanin dhe si hajmali, apo e mbanin për lexime magjike e të ngjashme. Dhe se tesbihat nuk kanë qenë të njohura tek arabët në adhurimet e tyre gjatë periudhës së xahilietit. Pra edhe në xahiliet, ky lloj mjeti, pra kjo fije me rruzat, që ne i themi tesbiha, në arabisht quhet subha, nuk ka qenë pjesë e zakonëve të arabëve, as në periudhën e xahilietit të tyre. Prandaj nuk përmendet një send i tillë, as në gjuhën e tyre, fjala tesbih. Ato i thon subha, po ne i themi tesbih. Nuk ka ekzistuar në fjalorin arab, sepse ishte një send i panjohur. Dhe nuk gjendet në asnjë prozë apo poezi. Prozë janë ato tregimet, pra. Poezinë e kemi parasysh. Dhe kur erdhi profeti alayhis salatu selam me udhëzimin nga Zoti i tij, dhikri, numërimi i dhikrit bëhej me mollzat e gishtave, me të që quhen el-anamil, apo dhe me gishtat e duarve. Kjo sepse ato do të dëshmojnë në ditën e Kiametit për njeriu, për personin që ka bërë dhikr me këtë pjesë të dorës,
Prandaj shariati udhëzoi njeriu drejt një mjeti për numërimin e dhikrit, pra urdhëroi për dhikr, por tregoi edhe mjetin, që janë gishtat e duarve. Dhe një mjet të cilin njeriu e ka gjithmonë me vete, duart e tij gjithmonë i ka me vete, dhe në çdo kohë në gjendje, pa mundim. Pra askush nuk ka mundim të bëj dhikr me duart, me gishtat dhe monzët e gishtave, dhe askush nuk ka mundim nga duart e tij. Dhe pa marr ndonjë shenjë dalluese, siç janë tespijat, pa simbole, pa një mjet I cili e shtyn apo mund ta shtyjë njeriu drejt rias, syefajsisë, apo drejt teprimit dhe egzagerimit, siç ishin tregimet, ato përrallat dhe fjalët e çuditshme të sufistëve në lidhje me këtë gjë. Prandaj kur disa gra filluan të bëjnë, prandaj kur një grua filloi të bëjë tesbih me guralec apo me bërthama, profeti sallallahu alaihi wasallam e udhëzoi drejt dhikrit gjithëpërfshirës, pra bënte dhikr dhe numëronte me guralec apo me bërthama. Dhe në vend të saj, të këtij veprimi, profeti alayhi salatu sallam e udhëzoi drejt një dhikri gjithëpërfshirës, që përmban mirësi dhe vlerë, ashtu siç e udhëzoi ata që kërkonin falje drejt asaj që quhet Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, pra drejt istighfarit më të mirë. Por kështu profeti alayhi salatu sallam I paralajmëroi dhe I kritikoi haxhint që gjatë gjuajtjes në xhamarate, pra gjuajtjes me gur, të mos e tepronin duke marrë guralec apo gur të mëdhenj. Siç ka disa që mendojnë se shejtani është aty dhe të marrin gurin më të madh, sendin më të fortë, ta godasin, se me të gjë do të dëmtojnë shejtanin, do të vrasin shejtanin. Kështu, ky është ndalim nga teprimi në përshkrim dhe sasi, ndërsa është nga ndalim, pra ky me gura të mëdhenj gjatë xhamarateve, nga teprimi në largimin nga dhikrat gjithëpërfshirës. Pra cili është më mirë të bësh shumë dhikr apo të marrësh atë dhikr gjithëpërfshirës që ka orientuar profeti alayhi salatu sallam. Padyshim dhikri gjithëpërfshirës, ai që ka thënë profeti alayhi salatu sallam, ai është më I miri. Dhe nga numërimi I dhikrit me gishta, pra lanë dhikrin me gishta dhe monza dhe kaluan në dhikrin me guralec, me bërthama e tjerë. Dhe nuk ka asnjë hadith të vetëm të saktë që të tregojë miratim për numërimin e dhikrit me diçka tjetër përveç gishtave. Nuk ka, dhe I kemi përmend to. Maksimumi që përmendet, thot autori, janë 4 hadithe, dhe këto hadithe kemi marrë. Një pjesë e tyre janë të trilluara, pra nuk ekzistojnë fare si hadithe. Një pjesë janë shumë të dobta, pra që nuk mund të bazohesh në to. Dhe nuk mund të nxjerrësh gjykime fetare duke u bazuar tek ato. Dhe nuk ka pasur përdorim apo bërje të dhikrit të zbiut, nuk ka pasur. Për këtë arsye, kaloi koha e profetit alayhi salatu sallam thot, dhe nuk ka pasur përdorim të dhikrit apo bërjes së dhikrit me guralec apo me bërthama. As kohën e profetit alayhi sallam nuk ekzistonte kjo gjë, por gjithë sahabët e bënin me gishta. E aq më tepër nuk ka pasur përdorim të tespijave të renditur në fije, të renditura në fije. Kjo jo herë, Dhe thot, dhe sipas këtij udhëzimi veproi e gjithë epoka e sahabëve të profetit alayhi salatu sallam. Asnjë prej tyre nuk transmeton qoftë edhe një fjalë të vetme të saktë që ta kundërshtojë këtë udhëzim në dhikr me gishta të profetit alayhi salatu sallam, apo të vinë ndonjë transmetim I saktë prej tyre për përdorimin e guralecëve apo bërthamave apo qoftë edhe të renditur në fije. Dhe transmetimet që ekzistojnë nuk janë të sakta, nuk përputhen me hadithet e sakta. Pra se vinë fjalë nga sahabët, po nuk janë transmetimet e sakta, por nuk janë të sakta, siç është shpjeguar më sipër, dhe kemi përmend to. Ndërsa në epokën e tabiinëve
dhe në fund të epokës së sahabëve, periudhës së sahabëve, radhiyallahu ta'ala anhum, filloi të shfaqej dukuria e numërimit të dhikrit me guralec ose bërthama, qoftë veç e veç apo edhe të lidhura në fije. Pra kur filloi në fillimet e kohës së tabinëve dhe në fund të kohës së sahabëve. Sahabët, por edhe tabinet e njohur, e kundërshtuan një veprim të tillë. Për shembull, Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu u thoshte: ju keni shpikur një bidat në këtë çështje, keni bërë padrejtësi dhe keni pretenduar se u bët më të ditur se shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kur e thartë fjalë, kur erdhi Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu ta'ala anhu, i erdhi në shtëpi dhe i tha se kanë parë në xhamin e profetit alayhis salam diçka të çuditshme, një gjë që unë nuk e pëlqej. Dhe shkoi me Ibn Mas'udin në përmbledhjet e ngjarjes dhe pa që njerëzit ishin mbledhur në grupe të ndryshme në formë rrethore dhe në secilin rreth apo grumbull qëndronte dikush dhe kishin përpara tyre gurelec. Dhe njëri prej tyre i drejtonte, thoshte: thoni subhanallah, dhe ata subhanallah dhe i gurelec e hidhni. Elhamdulillah, elhamdulillah. Kur e parte veprim Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu kundërshtoi në mënyrën që përmendëm. Dhe thotë Umar ibn Salama, edhe një nga dëshmitarët e asaj ngjarje, thotë se shumica atyre njerëzve që ishin në këto mexhlise, në këto rrethore, morën pjesë në luftën kundra nesh në betejën e Nahrawanit me Khawarijët, pra kundra Khawarijëve. Pse? Pra shihni subhanallahu, këtu ka një urtësi. Shihni si fillon bidati dhe si fillon ekstremizmi. Fillon me gjëra të vogla, shejtani vjen me gjëra të vogla. Vjen me gjëra që në aparencë duken të mira. Çfarë po bëjmë dhikr? Alhamdulillah, jemi mbledh në xhami, dikush po na orienton, dhikr po bëjmë. Ka ba profeti e sem dhikr, po ajde ne po bëjmë dhikr. Por si ishte forma e duhur, si ishte udhëzimi i duhur nga ana e profetit alayhis salam. Ky ishte një veprim i gabuar. Prandaj kritikoi Ibn Mas'udi dhe nuk e morën këshillën e Ibn Mas'udit një pjesë e tyre. Nuk e mori. Dhe kaluan nga një ekstremizëm i tillë në ekstremizëm akoma dhe më të madh. Duke ju bashkangjitur një grupi që është nga grupet më të keqia dhe më të dëmshme karshi muslimanëve dhe islamit, dhe që janë Khawarijët. Dhe gjithashtu kemi shembullin e Ibrahim ibn Khaiut, që është nga imamët e tabiinëve, i cili ndaloi bijat e tij që të prodhonin apo të bënin fije që të tjerët i përdorin për të bërë tesbih. Pra të bënin fijet, për rretisin fije ku të tjerët më pas fusnin ato ruazat apo bërthamat e tjerë për të bërë tesbih. Çfarë tregon kjo ndalesë? Kjo ndalesë çfarë tregon? Mos miratimin e tij. Dhe Ibrahim ibn Khaiu, Allahu më shëroft, ishte nga imamët e tabiinëve. Pastaj thot autori në përmbledhje pra të rezumes së tij, se kur mënyrat e adhurimit të shpikura, pra bidatet, depërtuan tek muslimanët, duke si në aspektin e ngjashmërisë së tyre me asketet e krishterë, pra me ata murgjit, dhe duke u bazuar dhe duke marrë nga rawafidat, pra shijat, dhe duke ndjekur persona të cilët i konsideronin si modele, që mund të ishin nga ahlus sunne, por gabuan në këtë çështje, i konsideronin si modele, dhe kur filluan njerëzit e tasawufit, sufistët pra, të depërtojnë tek muslimanët dhe të fusin tek ta mira lloje të dhikrave, simbole, shenja, veçori për të cilat Allahu nuk ka sjellë asnjë argument, siç mund të jetë veshja e rëndon, pra që fillesat e sufistëve siç ishin, sepse sufistët kanë kaluar nëpër etapa të ndryshme. Fillimisht ishin në përputhje me sunetin të udhëzuar, por ajo gjë që i dallonte ishte mënyra e veshjes, mënyra e asketizmit. Pra kishte pak teprim, kishte teprim në asketizmin e tyre, duke u veshur me rroba të leshta. Prandaj vjen edhe fjala sufist. Nga kjo. Kjo është e sakta. Edhe pse ata pretendojnë se vjen nga një fjalë tjetër që ka kuptimin e lavdërimit për ta, por nuk është e saktë. Rënja është tjetër gjë, rënja e asaj fjale.
Dhe apo dhikri në grup hadra, që i thonë ato hadra, dhe që e bëjnë sot dërsa i dite, keni parë ku ulen në rreth, edhe njanin mes aty drejtoni, orienton ata, apo ku vinë rrotull, shumë, Allahu na rujt. Të gjitha këto bën që të dëmtohen muslimanët dhe të hyjnë llojet e dhikrave nga më të ndryshmit. Prandaj thotë, duke bazuar në përmbledhjen të gjitha të tyre themi, nuk ka dyshim për atë që mendon drejt se përdorimi i tespijave për numërimin e dhikrave është ngjasim me jo besimtarët. Për të kujtojmë lart, budistët, pastaj krishterët e tjerë. Dhe është bidat i shtuar në adhurim përmes gjatë dhikrit dhe wirdeve, dhe largim nga mjeti i ligjësuar që është gishtat. Në bërjen e dhikrit, kush janë? Kush është mjeti që na mësoi profeti? Pra profeti sallallahu na mësoi dhikr, po na tregoi dhe mjetin që janë gishtat dhe mollzat e tyre. Prandaj kjo mënyrë, pra dhikri me gishtat, është ajo që ka thënë dhe ka vepruar profeti alayhi salatu sallam dhe që e kanë trashëguar sahabët e udhëzuar, dhe kjo është edhe pika me të cilën zgjidhet debati dhe mësohet e vërteta, cila është udhëzimi i profetit alayhi salam. Dhe sipas asaj kanë vepruar ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditët tona. Përveç kësaj, dietarët e mëdhëbeve të ndjekura nuk kanë kundërshtim ndërmjet tyre se numërimi me gishta është më i mirë se sa numërimi me gjëra të tjera si gure të ngjashme me to, qoftë të shpërndara apo të futura të renditura në fije, pra në formën e tespijave. Por duhet të dimë, thotë, shihni se kjo është e rëndësishme, se nëse tespijave i shtohet një çështje tjetër jo e lishme, si për shembull të mbahet në qafë si formë adhurimi, dhe përmendëm më parë që ka tarikate sufiste që i varin tespijat në qafë. I varin tespijat në qafë. Duhet të konsideruar këtë si një vepër të mirë, pa kuptim, pa lidhje fare, po hajt më. Apo të mburrësh, duke thënë dhe të pretendosh se është litari yt lidhës me Allahun. Pra ato tespijat të mbajnë lidhur me Allahun. Apo të mveshësh atyre ndonjë besim, pra duke menduar dhe duke besuar se tespijat të sjellin dëm, të mbrojnë nga dëmi dhe të sjellin dobi. Dhe kjo është shirk. Apo të përdoret si shfaqje devotshmërie dhe asketizmi. Pra ka për atyre që i mbajnë për t'u hequr dhe për t'u dukur të tjerë si njëri që bën shumë dhikr. Pra që gjatë gjithë kohës rri me dhikr dhe gjatë gjithë kohës me tespija në dorë i sheh ta. Kush i shef, subhanallahu. Njeriu mirë ai thotë. E të tjera gjëra që i refuzon shariati i pastër dhe i vërtet. Dhe nëse i vishin gjëra të tilla, atëherë bëhet haram. Bëhet haram dhe ndalim më i fortë. Edhe këtu po shtoj dy çështje të rëndësishme, thotë. E para, kush ndalet dhe shqyrton historinë e përdorimit të tespijave dhe faktin se ai është prej simboleve fetare të jo besimtarve, edhe krishterët e kanë sot disa ditë, por edhe budistët e kanë. Si budistët, hindusët e krishterët e tjerë, edhe se kjo ka depërtuar tek muslimanët nëpërmjet atyre, e kupton qartë se një gjë e tillë është nga veçoritë e adhurimeve të jo besimtarve. Prandaj marrja apo përdorimi i tespijave prej muslimanëve në adhurimet e tyre është bidat, humbje, dhe kjo është një çështje e qartë dhe falënderimi për të i takon Allahut të madhëruar. Dhe ky është shtaku apo arsyeja më e rëndësishme dhe vendimtare për t'u gjykuar tespijat si bidat, cila është pra ngjashmëria dhe me jo besimtarë dhe origjina prej tyre. Dhe më pas sot, e dyta, disa prej atyre që e teprojnë në përdorimin e tespijave thonë, shiheni çfarë thonë. Njerëzit që bëjnë dhikr shumë, që me numra të mëdhenj, 1000, 2000 e më tepër, e kanë të pamundur ta bëjnë një gjë të tillë me gishta, ta numërojnë me gishta. Dhe nëse do ta bënin, do të gabonin, dhe kjo do të ishte shpërqendrim për ta. Prandaj, kjo është arsyeja, thonë, apo urtësia e përdorimit të tespijave për numërimin e një dhikri që është i saktë. Uthemi atyre thotë, në shariatin e pastër nuk ka kufizim në sasi, as në kohë dhe as në vend për dhikrin.
Pra ju pse i përdorni të spijat tonë, sepse ne bëjmë, për shembull, thonë 1000 herë subhanallah, 1000 herë alhamdulillah, 1000 herë Allahu akbar, dhe për ta arritur të numër me gishta e kemi të pamundur, prandaj na duhet përdorimi i të spijave. U themi se dhikrat e tillë në shariat nuk kanë numër të kufizuar. 1000 në kohë, as në numër dhe as në vend. Prandaj janë dhikra të përgjithshëm dhe Allahu i lartësuar ka thënë: "Ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju që jeni besuar, përkujtojeni Allah, bëjeni atij dhikr të shumt. Dhe ajetet e tjera që i përmend autori. Prandaj thot vendosja apo caktimi nga ana e njeriu për veten e tij të një dhikri që është i përgjithshëm, por që e kufizon me një numër për të cilin nuk ka argument as në Kurani dhe as në Suneti, është e papranueshme. Pra Allah urdhëroi për dhikr. Profeti alayhis salam orientoi dhe udhëzoi për dhikr të shumtë. Pse ti ja bën detyrë vetes diçka që nuk ka argument? Bëj dhikr. Nuk ka rëndësi, e mban se mban me numrin. Ti bëj dhikr shumë, thuaj shumë herë subhanallah, thuaj shumë herë alhamdulillah, thuaj shumë herë Allahu akbar, për afroju me një numër. Dhe nuk është detyrë ta dish fiks, dhe ta kesh fiks. Apo të njëjtin numër për dhikrin. Prandaj thotë kjo lloj caktimi në numër dhe ta përkufizosh veten gjithmonë me një numër të caktuar është shtesë mbi atë që është ligjësuar. Është shtesë përtej asaj që është ligjësuar dhe që është dhikri, ndërkohë që shpirti i besimtarit nuk ngropet kurrë nga hajeri dhe as nga shtimi i lutjeve dhe i dhikrit. Pra, porta është e hapur dhe nuk ka numër të caktuar dhe as mos e përkufizo veten me numër të caktuar. Prandaj kjo është nga mirësitë e Allahut Azza wa Jalla, i cili nuk bëri për një numër të caktuar në dhikr, sepse kjo do të kishte vështirësi, në aspektin e mbajtjes mend të numrit. Si është më mirë kur e le pa një numër të caktuar, pa një sasi të kufizuar, kjo është më e lehtë dhe më e mirë se sa ti caktosh një numër dhe një kufi në një mas apo në një sasi, sepse pra mundsosh, por nuk është mirë që ta bësh vazhdimisht të gjë, sepse kjo të çon në bidat, sepse ka një rregull në fe që dhe këtë përmendi autori që lexuam, i mesa lexuam. Një adhurim që vjen në mënyrë të përgjithshme, qoftë në kohën e tij, në vendin e tij apo në sasinë, numrin e tij, nuk lejohet që ta përkufizosh në numër apo në kohë apo në vend. Pra ta bësh për herë këtë punë. Për to ka argument. Ne po themi për dhikr të pa përmendur në numër nga ana e profetit alayhis salam apo nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Për të po themi. Mos e bëj çdo ditë 300 herë. Ndonjëherë bëje më pak, ndonjëherë më shumë. Mos ja cakto, le të bëhet fitsim, ti e durkoje kokën dhe fitësimin me sunetin e profetit alayhis salam. Prandaj kur themi ky është suneti i profetit alayhis salam, dëgjojmë dhe u bindëm. Po pra, profeti alayhis salam ca dhikra i përmendi me numër, siç përmend atë ushtotin 100 herë ditë apo dhikri mas namazit. Për to ka argument. Allah subhanahu wa taala na urdhëroi të bëjmë dhikr dhe nuk përmendi kohë, vend dhe sasi. Profeti alayhis salam na tregoi vlerën e disa dhikrave dhe nuk përmendi kohë, vend dhe sasi, dhe nuk lejohet që dhikrat e tillë që janë të përgjithshëm të pakufizuar, ne të kufizojmë qoftë në numër, qoftë në vend apo qoftë në kohë. Nëse do të bësh sasi të madhe prej tyre në ditë, nuk duhet që ti qëndrosh strikt një numri të caktuar gjithmonë. Sepse del nga ai rregull fetar dhe del nga ai orientim dhe udhëzim i profetit alayhis salam. Shariati kërkon nga ne të bëjmë dhikr dhe nuk përmendi numër. Dhe kjo është më e lehtë për besimtarin dhe më e mirë. Dhe do të ishte më e vështirë dhe më e rëndë nëse çdo dhikr do ta kishim në një numër të kufizuar. Sepse do na kërkonte mundim numërimi. Ky është udhëzimi i profetit alayhis salam. Dhe me që idhtarët, pasuesit e tarikateve të ndryshme, ja imponuan vetes së tyre numra të caktuar në dhikr,
atëherë kjo u hapi atyre portën e risive të tilla, siç është përdorimi i tespijave. Duke i bërë dhe disa prej tyre duke i bërë edhe obligim tespijat, mbajtjen e tespijave, apo duke i bërë si simbole të tarikatit që i përkrasin, dhe kemi thënë që tarikatet të ndryshme sufiste, ndër shenjat dalluese janë edhe tespijat, llojet e tespijave që mbajnë, apo varjes së tyre në qafë, apo besimet të ndryshme rreth tespijave, për shpresën, frikën e tjerë. Saqë edhe në egzagjerimin e përdorimin e tyre, siç ishin tespijat, thotë që të varura në tavan. Pra të varën në tavan dhe vinin deri në mur, dhe ai kishte shpit një mekanizëm çikrit që t'i rrotullonte me çikrit se ishin të mëdha, tavani i lartë, tespijat e mëdha etj. Pra egzagjerime, veprime jashtë logjike, jashtë arsyes. Prandaj filluan të zhvillohen në një mjet të fabrikuar, pra të hapen punishte për prodhimin e tespijave e deri në gjëra të tjera të ngjashme për atyre që i urren Allahu i dërguar i tij dhe besimtarët. Prandaj çdo rob i sinqert ndaj vetes duhet të lirohet nga risit, të çlirohet nga risit në fe, të përqendrohet në ndjekjen e shembullit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve të tij në bërjen e dhikrit. Robi i Allahut lëre tespiun e ndërlikuar dhe numërimin e kufizuar dhe merr shembull nga profeti yt Muhamedi alayhi salatu wassalam. Përdor mënyrën e numërimit me anë të gishtave dhe bëj vazhdimisht dhikr Allahut të lartësuar sa më shumë të mundesh, pa u kufizuar me ndonjë numër për të cilin nuk ka ndonjë argument. Ruaji dhikrat e përmbledhura dhe lutjet e përmbledhura. Dhe kujdes sot, ka prej imamëve të mëdhenj, si për shembull Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalaniu, Allahu më shiroft, e njohim, i cili për të cilët transmetohet se ka pasur tesbi. Por du të dim, thot, në përmbledhjet e fjalës së autorit, se zakonet dhe traditat kanë ndikim të madh, pra ambienti ku jeton njeriu ka ndikim të madh tek ai, ndikon, saqë është ndonjëherë është e vështirë të çlirohesh prej të gjitha atyre. Sepse ka prej zakoneve dhe traditave që nuk janë të mira. Pra nëse ti jeton në një ambient të mbushur me bidate, është shumë e vështirë të ruhesh nga të gjitha ato. Vetëm nëse të mëshiron Allahu dhe ta udhëzon zemrën, ta ruan. Por gjasat janë që ti të ndikohesh. Prandaj thotë do të gjesh në historinë islame imam të mëdhenj në dituri, por që kanë pasur, nuk kanë shpëtuar dot plotësisht nga ndikimi i ambientit ku kanë qenë. Janë ndikuar nga ato devijimet, qoftë edhe në çështjet e akides. Jo pra në çështjet e rënda, sepse përndryshe se i thoshim imam të mëdhenj, por në disa çështje, jo në çështjet bazike, por në disa çështje të akides edhe ata kanë devijuar, sepse nuk kanë shpëtuar dot nga mendimi i akides, forma akides që ka qenë në kohën dhe në vendin e tyre. Prandaj lutim Allahun që na fal ato dhe neve. Më pas sot qëllimi, thot autori për mbledhjet fjalës së tij, është që ka disa njerëz të cilët pra që mbajnë tespi në përduar e tjerë, dhe të cilët e heqin veten e tyre si kanë njohuri dhe dituri, mbajnë tespiun në duar si shembull i gruas së devotshme që mban dorashën e saj, duke shoqëruar gjithmonë me vete. Pra ajo do të hiqet si e devotshme dhe do ta mbulojë tërësisht trupin e saj, por nuk e ve dorezën, po e mban thjesht në dorë. E mban thjesht në dorë. Dhe njerëz të tillë po kështu thot, të cilët i mbajnë tespijat e tyre dhe i lëvizin ato, pra i rrotullojnë ato e tjerë, saqë ka prej të tillëve që duke folur me njerëzit në biseda nga më të ndryshme, si bisedat të cilat janë edhe haram, i mbajnë tespijat në duar, apo edhe i përdorin ato gjatë kësaj kohe. Prandaj përdorimi i tyre në një rast apo gjendje të tillë është krejtësisht i pavlefshëm, është i gabuar. Dhe sepse nuk ka ndonjë përdorim të tillë të saktë të tespiut të transmetuar në fe. Prandaj është e habitshme të shohësh ata që mendojnë se me anë të tespijave pra mund të mbrojnë veten nga mëkatet. Siç e kemi përmendur, se ka për atyre që i mbanin tespijat si edukim për nefsin. Pra mendonin se duke mbajtur tespijat në qafë apo me vete do edukonin nefsin e tyre në devotshmëri dhe do ruheshin nga gjunafet.
Por normalisht kjo gjë është e pasartë, sepse dukimi me sunetin e profetit alayhis salatu wassalam, dukimi i nefsit me sunetin e profetit alayhis salam, ai është më i miri. Dhe se autori hadithin e profetit alayhis salam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merreni, bëjni llogari vetes suaj përpara se të llogariteni ju për të merreni ju në llogari për të. Dhe në përmbledhje pra të fjalës së autorit, disa prej tyre thonë arsyetohen nga ata që marrin tespit se me numërimi i dhikrit me anë të tespive, përveç se i lehtëson mbajtjen mend të numrit, por edhe i nxit ata, pra kanë si një formë nxitje dhe përqendrimi. Ndërkohë që edhe ky pretendim, thot autori, është i pasartë, sepse vepra e mirë origjina është që të fshihet. Ndërsa mbajtja e tespijeve në duar nuk është një dhikër që fshihet, por është një dhikër që bëhet publikisht. Ndërkohë që origjina dhe orientimi i profetit alayhis salam është që të fshihet vepra e mirë për të qenë sa më e mbrojtur nga riaja dhe sa më i pastër sinqeriteti në të. Më pas, po në përmbledhje të fjalës së autorit, thotë se gjithashtu nuk lejohet, thotë, që tespijat t'u jepen të tjerëve për përdorim. Pra siç mund t'i blesh dikush, ikën për umre apo për haxh, dhe dikush të thotë, më silli palë tespija nga Medina apo nga Mekka. Kur ti jesh atje, më silli palë tespija. Sepse Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni në bindje dhe devotshmëri dhe jo në gjunaf dhe armiqësi. Pra nuk lejohet që apo t'ja përgatisësh ti, apo t'i japësh lekë që ai të blej spi e tjerë. Nuk lejohet kjo gjë. Dhe sjell autori pra një analizë fetare, që ne e përmbledhim duke thënë se juristët islam, fukahat pra, kanë thënë se nëse një vepër është e pëlqyeshme, por që mund të keqkuptohet nga masa dhe apo mund ta shtyjë masën apo njeriu në një veprim që është mëkat, bidat, gjunaf e tjerë, atëherë më e pëlqyeshme është që të lihet ajo, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me gjunaf. Pra për ta mbrojtur në një gjunaf i madh, është më e pëlqyeshme që të lihet diçka e tillë. Gjithashtu thotë një provë për të fjalë të fukahave është se mbajtja e tespijave dhe përdorimi i tyre është ngjashmëri dhe përngjaçësim me pabesimtarët. Kjo, thot autori, është një përmbledhje që mund të themi rreth kësaj çështjes, pra çështjes së tespijave. Dhe siç kemi thënë vëllezër, ky është mendimi i autorit dhe i plot dietarëve të tjerë se a lejon apo jo tespijat. Edhe pse ka dietarë të tjerë që e lejojnë diçka të tillë, por që thonë se që të gjithë bien dakord se tespijat apo dhikri, thënë më mirë, tespijat, dhikri me gishtat dhe mollzat e tyre, ai është i parsori, ai është suneti i profetit alayhis salam dhe ai është më i miri. Por thonë që pjesëtet e dietarëve, për atë që kërkon të bëj dhikr shumë dhe do të ketë një numër të përafërt për dhikrin e tij, apo ka probleme me mendjen e tij dhe nuk arrin dot ta numërojë, siç janë dhikra që kërkojnë numër të caktuar, si dhikri mas namazit, i lejohet. Gjithsesi vëllezër, më e mirë është mos mbajtja dhe mos përdorimi i tespijave dhe këshillimi atyre që pa nevojë i mbajnë tespijat, sepse siç e kemi mësuar dhe dëgjuar edhe nga temat e mëparshme të autorit, për tespijat rreth tespijave janë bërë egzagjerime të shumta. Dhe realisht në shumë tarikate sufiste ato janë simbol. Dhe sufistët i madhërojnë dhe i shenjtërojnë tespijat. Apo ka për atyre që kemi thënë i puthin, mbasi si bëjnë dhikrin pas namazit, i puthin tespijat. Apo i vënë ato në një vend të lartë, pra duke dhënë shenjtërim, ndërkohë që ato nuk kanë asnjë bazë në fe dhe nuk janë gjë tjetër vetëse një mjet. Pra nuk janë adhurim. Është thjesht mjet, adhurim është dhikri, po jo tespijat. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na udhëzojë neve në rrugën e drejtë, na ruaj neve nga bidatet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.